Angela Byku, një 20 vjeçare me origjinë shqiptare, humbi jetën mbrëmjen e së enjtës në Piacenza të Italisë, pas një rënjeje dramatike nga balkoni i banesës ku jetonte me bashkëshortin e saj, gjithashtu shqiptar. Shërbimet e emergjencës, përfshirë edhe karabinierët, mbërritën në pallatin në Viale Beverora, pas alarmit edhe nga bashkëshorti i saj, i cili e gjeti të shtrirë në oborrin e brendshëm të ndërtesës. Përplasja me tokën nga një lartësi prej rreth 10 metrash i shkaktoi dëmtime të rënda, veçanërisht në kokë, që rezultuan fatale. Njësia hetimore e karabinierëve ka kryer rindërtimin e ngjarjes dhe inspektime të hollësishme në apartament dhe ambientet përreth. Hetuesit përjashtuan përfshirjen e palëve të treta dhe tani besohet se shkaku i rënjes ishte një aksident, shkruajnë mediat. Sipas hetimeve, vajza kishte ngelur jashtë apartamentit dhe në përpjekje për t'u kthyer brenda përmes balkonit, humbi ekuilibrin dhe ra. Familjarët e vajzës, përfshirë nënën dhe motrën, kanë mbërritur nga Shqipëria për të qëndruar pranë të afërmve të saj.